Lisi, do doja të dija të këto vizitat në shtëpi, kur i telefonojnë nanat edhe në programin e ju e keni ta themi një tik kur kjo nanë kry, kjo nanë kry, kjo nanë kry. A ka raste kur një nanë refuzon, por ju insistoni për shkak e dini gjendjen pak a shumë se si ka qenë në vizitën e kalune? Pa tjetër që po, qysh e cika dhe ma herët tek numrat në ginekologji, sidomos zakonisht i dojnë të baballarëve. Shumë e çuditshme kjo. Fiks, gjithmonë, edhe bilina duhet me u prezentu në atë formën. Përshëndetje, a kom telefonu të familja e zonjës në fjallë, sepse emri është i zonjës, edhe gjithmonë këtu hasim në atë problemin ku më njerë, edhe po lajmëron shumë të shqetësuar se po, kështu që zakonisht këtë e vrem, se nëse shohem që bashkëshorti po insiston në këtë formën që me marë vizitën, po nana po është pak kundër, gjithmonë e kërkojmë numrin e nanës, e telefonojmë, bisedojmë e to. Këto biseda në fakt janë shumë gjata se ato të tjerat ku e bojmë tikun si që dhe ti, janë pak ma të gjata, po gjithmonë e kemi synim me mbri ato. Kjo mendoj që pak, unë në fakt këtë e ku marrë nga afërdita, që si këshillë dhe si praktikim nga kjo, që e bën çdo herë, është që kjo insistimi. Nga njerë, po më duket që na ka shërby edhe kështu në jetë përditshme me insistu për çdo gjë, sepse është shumë në të mirë të këtyre kësaj kategorie, po e quajnë këtë formë, se zakonisht ju çdo nanë pranon gjendjen e saj. Edhe kjo, thash, kjo na e lehtëson veç në momentin që mujna me diskutu edhe me një familjar të saj, sepse e shemë nga afër, sidomos bashkëshorti i saj në këtë rast. Po gjithmonë që, se po më duket po ndalemi shumë tek nanat, nga njerë edhe babalart janë goxha të stresum që e përmendë ti. A përfshihen edhe babalart në program? Që po, përfshihen. Mendova që është vetëm për nana? Gjithmonë, na insistojmë që edhe babalarët me qenë pjesë e vizitës, diskutojmë, do më thonë infermierët diskutojnë edhe me ta, për shembull shumë e kanë edhe problem mbajtjen e foshnjës, që e përmende, i ndihmojnë në këtë rast, plus që vlen shumë të cekët që infermierët e bojnë fakt edhe vëshkimin e ambientit ku fëmija po jeton. Fatkeqësisht kemi pa shumë raste ku ndoshta ka qenë për shembull një fëmijë që roa në ujë në pishinë aty afër shtëpisë, ose gjithmonë infermierët e shohin nëse ka ndonjë rrezik përreth fëmijës në atë ambient ku fëmiu po jeton, e kanë për detyrë që normalisht ta identifikojnë si rast, edhe ti tregojnë prindet se duhet me u largu kjo, ose na kemi pa pjesën e shtratave, gjithmonë kemi dëshirë me mbulu me lodra të ndryshme, me ato lartë që sillen, që në fakt janë shumë të rrezikshme, sepse nuk e dim fiks edhe parat, gjithmonë infermierët mundohen që çdo nuk është që shkojnë në vizit veç me jap këshilla ose me pa bebën, ato kanë me vëzhgu komplet edhe shtëpin, ambientin ku ai fëmijë po rritet. Po, që të mos keq kuptojmë, sepse tendenca zakonisht, nëse disa nana refuzojnë, është sepse a e kam banesën e pastër, nuk është vëzhgimi i pastërtisë ose i rrëmujës, është vëzhgimi i asaj çka rrezikon foshnjën tuaj. Një plaf më shumë që mund ta kap me dorë dhe ta vendos mbi humb, derisa dorzat janë këshilla praktike që nuk kanë të bëjnë me rrethin, po kanë të bëjnë me sigurinë e foshnjës, që mos ta keq kuptojmë sepse kemi tendencë në këtë pikë shumë e di, non jam vetë edhe secili kalojmë në periudha të ndryshme.